smundja më e shpesh për cilën pacientët paraqiten tek ne janë dhimbjet e gjoksit. Dhe pastaj dhimbjet e gjoksit kategorizohen sipas situatës klinike, elektrokardiografike dhe bilancit të analizave. Pacientët e huaj që paraqiten në urgjencë dhe pastaj që kanë nevojë për trajtim në kardiologji janë shtuar. Kemi bërë rreth 3000 ndërhyrje koronare apo PCI, që quajmë ndërhyrjet me vendosjen e stentit ose me angioplastikën koronare, nga të cilat 2500 nga ato janë urgjenca, që janë shtruar si urgjenca në spitalin ton, dhe nga ky numër prapë rreth 1700 kanë qenë pacientë që janë trajtuar në mënyrë urgjente nga reanimacioni. Dhe te ky numër futet edhe numri i të huajve, që kanë qenë rreth 100 pacientë, apo rreth 6% e numrit total pacientëve që janë trajtuar nga reanimacioni. Duhet të theksojmë që ne jemi një shërbim që e ofrojmë ndërhyrjen koronare invazive ose ndërhyrjet akute për smundjen ishemike të zemrës 24 orë 7 ditë në javë, dhe në rastin e pacientëve të huaj që kanë ardhur, kemi pas një rezultat shumë të mirë që mortaliteti në këtë grup pacientësh ka qenë 0. Nga eksperjenca ime, feedbacku ka qenë një rast specifik që ka qenë i ditëve të fundit, që e kujtoj si rast sepse ka qenë një nga rastet që ka ardhur një natë vonë dhe jemi marrë goxha gjatë me përgatitjen e pacientit, sepse ato e kishin ndoshta edhe sikletin që janë i vend huaj dhe nuk dinin se si në çfarë situatash do janë gjendur, por ne bëm maksimumin ton, bëm mikpritjen ton, i bëm ato që të ndjehen mirë, të krijojmë besim tek ne dhe atë rezultat të punës na e tregoi edhe me feedbackun që solli mbrapa, që është rreth një muaj pas daljes nga spitali dhe pacienti ishte shumë i lumtur për komplet mënyrën e trajtimin dhe rezultatet që kishte marrë përfundimtare.